Pyetja lidhet me vlerësimin e kodit aktual penal, ju mendoni që ai është i zbutur dhe ka nevojë për të bërë më represiv, siç propozohet i riu, apo është e kundërta që kodi aktual penal ka raste që është me qasje më shumë represive se sa rrethanat e kërkojnë? Dhe kriminalizimin e draftin e ri që po diskutohet të shumë fenomeneve që deri më sot duken të jenë marrëdhënie me natyrë civile, a është në frymën e drejtësisë penale të vendeve të Bashkimit Evropian? Unë këtë çështje trajtova dhe në komisionin gjatë raportimit në komisionet e ligjeve dhe komisionin për mbikëqyrjen institucionale. Është një çështje mjaft komplekse. Unë kam një opinion të fortë sa i përket kësaj. Unë vazhdimisht e kam theksuar që kodi që ne kemi është mjaftueshëm i ashpër, dhe madje edhe në disa nga propozimet që ka pasur herpasere kur ne na është dashur të japim edhe opinionin tonë në lidhje me dispozitat, jemi shprehur për mungesën e nevojës, domosdoshmërisë për ashpërsinë e mëtejshëm të dënimeve, të cilat janë mjaftueshëm dënimet e ashpra në nivel evropian. Pra nuk shikoj nevojën pse është e nevojshme vazhdimisht ne të kemi qasje vetëm sa i përket ashpërsimit të dënimeve, të sanksioneve. Nuk mund të jetë burgu zgjidhja vetëm e problemeve të shoqërisë. Para se të shkojmë tek ndjekja penale, tek hetimi tek burgu, duhet të vijnë në lojë plot mekanizma të tjerë shoqëror, të cilat le të themi e bëjnë shoqërinë më humane. Në momentin që kemi shkuar vetëm tek zgjidhja e ashpërsimit të dënimeve me burgim, do të thotë që jemi duke ecur në drejtim të kundërt me atë që janë parimet e humanizmit. Dhe Bashkimi Evropian është në radhë parë parimi i humanizmit që i bën bashkë ato vende, ato vlera, dhe ne duhet të shkojmë drejt asaj. Dhe humanizmi është thelbi mbi cilën ne qasje që duhet kishte edhe drafti i kodit penal. Fakti që ne ndëshkojmë më shumë masa administrative, i bëjmë krime, apo dhe ashpërsojmë më tej sanksionet, unë nuk mendoj që është qasje e duhur dhe që i bën mirë shoqërisë. Ajo vetëm polarizon dhe ekstremizon, sjell agravon problemet shoqërore që ne kemi. Kjo është pikpamja ime përsa i përket pyetjes suaj. Dhe pyetja e fundit është e zotit Agron Sheaj. Në fakt u kam nga Erald Kapri, po okay. Në 155 raste e nisura kryesisht nga prokurorët, sa prej tyre lidhet me çështjet ndaj korrupsionit, abuzimit në pushtetin apo mbrojtjen e lirive dhe drejtave të qytetarëve. Në 155 raste, përsa i përket korrupsionit, unë parashtrova ishin 19 raste që lidhen me korrupsionin të nisura kryesisht nga prokurorët, përsa i përket çështjeve të tjera, duhet të kemë të dhëna më specifike për t'ju përgjigjur, pasi është shumë e përgjithshme si përcaktim dhe duhet lidhemi me vepra penale specifike. S'kam, këto ishin pyetjet që... Pyetja e zotit Kapri.